Pra paralelisht me shkollën, ka patur një ndryshim rrënjësor në jetën tënde, ti njohe gjysmën tënde dhe në të njëjtën kohë dhe krijove familjen e shëndetshme që ke sot bashkë me 3 fëmijë, apo? Po, 3 fëmijë, po. Mund na tregosh pak gjithashtu si u gjend një emigrant, gjithashtu një djalë që mundoi nga të gjitha krahët të hapte shtigje të reja, edhe një dashurie, që nuk ka me sa folëm pak në prapakuinta, nuk ka qenë shumë e lehtë në fillim. Ishte shumë e vështirë, por ishte këmbgulja ime dhe nuk të isha kollaj. Por patjetër që ishte edhe bashkëshortja ime që e bëra për vete dhe më deshte. Ishte tepër vështirë sepse unë vija nga një nivel ashtu siç u thash punëtor, punonja për fisin e bashkëshortes dhe në momentin që unë e pash që pronari tim kishte edhe vajzën, domethënë pronari më thotë që po ma preke vajzën do ta kaput qafën. Megjithatë unë kisha një lidhje jashtëzakonisht shumë të mirë me pronarin, ishte grek, më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, më deshte. Por kur vinte puna për familjen e tij nuk duhet. Si çdo baba. Po, ishte edhe e vogël, 18 vajzë, ishte edhe kjo kërcënim, më thoni sa më bëri që ta shtyja vetëm shumë se që ta gjeja mënyrën se të komunikoja. Edhe një ditë vjen vajza e tij dhe e pyet për disa CD. CD tash për shumë nga të rinj nuk e di çfarë janë, por është për muzikë. Dhe kërkova 2 muzikë, një 2 CD me muzikë greke, të cilat mi dha, tha po. Edhe aq, ai ishte komunikimi i parë dhe nuk zgjati më shumë se 2 minuta. Por me të drejtë rikthimi, tash unë nuk po e riktheja CD-t. Dhe më thotë i ati që vajza time ka dhënë 2 CD dhe i do mbrapa. Dhe shumë, po unë kam shumë CD dhe nuk jam i sigurt se cilat janë të asaj. Unë e diam cilat ishin CD asaja. Kështu që thuaj vajzës viti shikoj vetë. Një trick, Po duhet ta bëjnë diçka që kisha mundësi tjetër për të komunikuar. Edhe ky është një mesazh tjetër që nuk ka dashuri të pamundura kur 2 njerëz duan shumë. Se zakonisht thonë që dashuritë e mëdha kanë vështirësi rrugës, por nuk duhet hequr dorë. Dhe një fushë tjetër e jetës ku ti e ke mbajtur xholin, le të themi, në dorë edhe ke xholin e kuq atë. Ke luftuar fort për mos u dorëzuar. Gjithashtu një gjë tjetër që më bëri përshtypje dhe nuk kemi fare pse të kemi turp ta themi. Zonja, që është edhe bashkëshorte e është me kombësi greke. Dhe unë mendoj që nuk ka ndasira, Amerika i ka bërë të mundur që të ketë bashkime shtetesh në dashuri, pa urrëtie që ka sjell politika ndër vite. Pikërisht, që mendoj që është një, sepse kam dëgjuar dhe raste të tjera, nuk jeni vetmi, kam dëgjuar një bashkëpunim shumë të mirë të kulturës shqiptare me greken për të krijuar familje të shëndosha, sikurse ka dhe me kulturën italiane plot. Dhe mendoj që shqiptarët e kanë gjetur veten me shtetet që kanë patur edhe fqinj. Patjetër. Kulturat i kemi të ngjashme. I kemi pothuajse të njëjtën kulturë, të njëjtën traditë dhe kjo ishte më lehtë për mua. Por problemi ishte se si të arrinja deri atje. Kështu që bashkëshortja vjen, në atë kohë ishte thjesht e njohur, edhe në momentin që po i tregoja CD-t, një CD e kisha mbajtur më janë, që të kalonte më shumë kohë të gjente, dhe i kërkoj numrin e telefonit për një kafe, i thashë do ta shikoj më vonë, më të gjej atë CD-n dhe do ta sjell. Po më jep numrin e telefonit, kjo nuk ma dha. Thua do pres një printit pastaj. Me kalë me kohës, 2 ditë më vonë, besoj se ishte 3 ditë më vonë, ma jep numrin e telefonit, se e kishte timin, por nuk isha të sajën. Po që këtu pas ka qenë një shenjë që nuk të është dashur të presë shumë. Jo, ishte, e bente jetën akoma më interesante. U takuam pim një kafe vetëm, edhe kohë kishte vetëm 10 minuta për kafen. Që aty pastaj fillova, unë aq desha sa të merja numrin e saj dhe fillova. Kishe një kontakt. Po. Ishte vështirë, kuptohet ajo, sepse prindë e saj ishin konservativ dhe nuk më njinin mua, nuk më njinin prindit e mi, kështu që ishte vështirë në fillim, por për mua rëndësishme ishte që nuk ishte vështirë për atë dhe për mua, kaq. Po, për personazhet kryesorë të historisë. Të tjera ti bëja vetëm, nuk kisha problem, po. Ndërkohë që
njohe bashortën tënde, studioje, pashtu. The që bashortja ishte një kulminacion për suportin që të ka dhënë dhe mendoj që sigurisht do kesh patur nevojë për suport, sepse do duhet të punoje, të studioje, të ushqeshe dhe ka patur shumë gjëra, shumë multidimensional ka qenë jeta jote mbi ato që ke patur mbi shpatulla. Nuk u dorëzove asnjëherë, ishe i bindur si i kalove vështirësitë, sepse të studiosh avokati këtu në Shtetet e Bashkuara, me sa kam dëgjuar, nuk është aq e thjeshtë, do duhet të kalosh disa teste, do duhet të kalosh edhe testin e shtetit që unë kam dëgjuar që është një ndër më të vështirët. Po, është vërtet, ashtu si thash më parë, prioritetim ishte shkolla deri në momentin që takova bashkëshorten, pastaj ishte familja dhe shkolla. Por nuk ishte edhe lehtë bashkëshorten, sepse nuk ishte balancuar mirë, do të thënë ajo vinte nga një familje e konsoliduar dhe do të thënë të ardha të mira, ndërsa unë isha komplet e kundërta, isha një student që me zjarrjet paguaja shkollën dhe me vështirësi të jashtëzakonshme. Këto balancimet ishte pamundur për mua që t'i bëja, që të arrija në nivelin asaj, por unë do luftoja, do në disa të kisha mundësi, që dhe ajo mos ndihesh keq, por edhe vetë mos ndihesh shumë keq. Më kujtoj një rast për Pashkët dhe për herë të parë takonja prindit e asaj në shtëpi. Edhe më fton bashkëshortja atëherë ishim vetëm thjesht të njiheshim shoqëri dhe ishim pothuajse të fejuar dhe kur vetë te shtëpia e saj ishin të gjithë grekët, se ishte Pashkët, ishin festat më të mëdha që festonin. Dhe unë kisha një makinë që çdo derë kishte një ngjyrë tjetër, sepse ishte goditur kaq herë dhe me zi e rregullonja, sepse nuk të ardhat ishin të pakta, unë paguaja shkollën. Edhe më ka viteve të vërtet zor edhe nuk desha të parkoja aty afër ku kishin makinat luksoze dhe aty më dukesh si makina e Mr. Beanit, kupton. Kështu që parkova një çik më tutje dhe u futa brenda, takova të gjithë grekët njerëz, të gjithë familjen, një familje shumë e madhe, edhe ishte momenti që do ikja. Aty ishte problemi sepse po binte shi. Të gjithë grekët kishin dalë aty në verandët, aty afër ku ishte makina time dhe kush pinte cigare, kush kishte dalë, të gjithë kishin sut nga unë sepse isha i vetmi shqiptar dhe ëndër që po vinte në familje dhe më duhesh të ikën se isha në punë. Por nuk ikja dot se binte shi dhe mua nuk më punoni fshirëset e xhamave të makinës. Nuk desha ta shikon ata që nuk më punoni fshirëset e xhamave të makinës dhe prita edhe pak, mirë po shiu po bindem shumë. Atëherë më ndusja më thotë mirëpafshim dhe takojmë aty për jashtë dhe më preca vetë në makinë. Mirë po nuk shikoja se binte shumë shi dhe nxjerr dorën nga xhami dhe po mundoja të lëvizja fshirëset e xhamave. Ishte një moment vështirë dhe të gjithë ata grekët po qeshnin, edhe unë ndjeva keq thashun, ndoshta kjo është herë fundi që ta takoj dhe këtë vajzë, sepse ishim shumë në nivele të ndryshme sociale. Por që Zotit ajo nuk e kishte problemin, nuk ishte materialiste dhe nuk shkonte fare të gjëra dhe vazhdon lidhjet. Po në të njëjtën kohë, konsistenca jote ndër vite besoj që ka vërtetuar grekëve dhe jo vetëm, të gjithëve që mund të ke pasur shoqëri, që ti nga një makinë që e lëvizje me dorë, pate një stat tjetër edhe krijove familjen me atë vajzën që dikur mund të duke edhe një ëndër e largët. Po, është vërtet, do të thënë, I overreached, do të thënë, në bazë të ato mundësive që kisha unë, por it worked out. It worked out dhe jam shumë i gëzuar, patjetër pa mbështetjen e madhe që kam patur nga bashkëshortja dhe familja e saj, patjetër nga familja time, diskutohet ajo, por nuk mund të isha ky që jam sot. Dhe jam tepër mirënjohës për mbështetjen e komunitetit patjetër për çdo gjë. Do ta ndërlidhim me komunitetin gjithashtu, po mund na flasësh pak konkretisht për aspektin profesional, konkretisht ti e lëvron profesionin e avokatit për çështjet civile dhe kryesisht je për injuries, apo jo për personal injuries për të dëmtuarit dhe mbrojtje të dëmtuarit. Ashtu si thash, ishte një rrugë e gjatë për të mbaruar juridikun, por e fillova në Boston, të Massachusetts dhe e mbarova në New Jersey.
Kam punuar në fillim për kompani të mëdha avokatίες. Kam punuar për një nga 100 kompanit më mëdha në botë për energjinë, që ku bëhen kontratat për gas, oil, dhe të gjitha këto të sipërme. Dhe më vonë pastaj do të jepni drejtim vetes se çfarë drejtimi të avokatisë do menja. Punova për një nga oldest law firms in the United States, që ishte më e vjetra, dhe bënim personal injury, do të thënë ato catastrophic injuries, aksidentet mëdha, dhe aty ndjeva vetëm mënyrë se në çdo aspekt tjetër që kam punuar më parë, dhe më pëlqente, domethënë, area që bënja, dhe që aty punova, po aty punoja mbroja insurancat, punoja të kundërtën, ishte firmë që mbronim insurancat. Dhe gjithmonë kam dashur që të mbroj të dëmtuarit dhe insurancat, por një gjë e mirë se që mësova anët e mbrojtjes dhe pastaj punova për një kompani avokatie shumë e madhe, madje ka vajtur nationwide ashtu. Dhe fillova që ndihmës, pastaj kalova në avokat, patjetër masi mora dhe licencën. Step by step. Po, step by step. Dhe aty e ndjeva veten time. Isha atje ku duhesh, sepse më ndihmoja ata të dëmtuarit dhe e bëja me pasion, më pëlqente. Patjetër të kalonje testet për licencën ishte një vuajtje marrëmendse, sepse kishte shumë studime dhe unë punoja edhe full time. Do të thënë, punoja deri në orën 6 në darkë dhe pastaj studioja deri në orën 12 të natës dhe ishte rituale derisa e kalova. Derisa kalove testet edhe morë licencën. Kështu që e kalova licencën për në Pennsylvania, që është një nga shtetet më të vështira për licencimet, por tashti jam dhe duke marrë dhe për New Jersey, dhe kam dhe për immigration që është federale, unë mund të reprezentoj klientët kudo në Amerikë. Për çështjet e emigracionit, apo? Për çështjet e emigracionit. Çështja federale në përgjithësi është, unë mund të reprezentoj në çdo vend të Amerikës.